Kjo pasi gazeta gjermane Frankfurter Sonntag ka publikuar një dosje të re me pretendime alarmante që theksojnë pra se gjatë rrëthimit të Sarajevës në vitet 92-96, disa qytetarë të pasur të shteteve perëndimore, ndërta dhe italian, por dhe nga komësi të ndryshme, thuhet se paguanin për të marrë pjesë në ture, ku nga pozicione snajperësh rreth qytetit qëllonin civil me snajper për argëtim. Ajo që ka theksohet është se në vitin 2007, ish ushtari i Marinës Amerikane John Jordan dëshmoi para tribunalit të Hagës për këtë ngjarje, por që nuk ndodhi asgjë me atë dëshmi veç harrimit të saj në arkivat e këtij tribunali. A punoi dhe Haga me standarde të dyfishta? Do flasim sot në studion ton përmes lidhjeve direkte me Nasim Haradinaj. Mirëmëngjesi, Haradinaj. Mirëmëngjesi, përshëndetje për ju dhe teleshikuesit. Mirëmëngjesi themi gjithashtu. Falë pak se kam problem me zonin, po besoj që ndëgjohet. Po më vjen keq që s'pas kemi mujt me lëshu zonin qysh edhe drejt, po që tjetë shpresoj që të shërosh sa më shpejt. Mirëmëngjesi themi dhe mikut tjetër të emisionit tonë, Bedri Elezi, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje. Atëherë kemi të tjera informacione që na vinë nga skandali Sarajevo Safari, ku dita ditës po zbulohen edhe gjëra tjera goxha interesante, fakte që tregojnë dhe implikimin e tribunalit të Hagës, kjo nga që në vitin 2007 ish ushtari i Marinës Amerikane dëshmoi për këtë, por kjo dëshmi mbeti thjesht në arkivat e tribunalit. Pse nuk u bë diçka e tillë sipas jush, Elezi? Po, në fakt është lajm i mirë që tani kjo çështje për i hapur, dhe se fal një angazhimit medias italiane dhe gjykatës në Milano ka rifilluar procedura penale kundrejt personave të përfshirë në këtë rast shumë të rëndë, dhe se vazhdimisht po nxjerrën prova të rëndësishme përfshi edhe në dëshminë që kishte dhënë Marinësi Amerikane në gjykatën e Hagës. Jemi dëshmitar të asaj që gjykata e Hagës ishte një gjykatë vetëm sa për të thënë, sepse nuk ishte për qëllim real ngritjen e akuzave dhe sjelljen para drejtësisë personave që realisht ishin përfshirë në rrafte të rënda qoftë në luftën e Bosnjë apo në Kosovë, thjesht ishte një momentum që kjo gjykatë ishte ngritur, mund të themi në baza, jo ishte ngritur, por kishte për qëllim që të trajtojë çështjet në baza politike, dhe ashtu edhe e përfundoi duke vendosur dënime të mund të themi të ulta për personat që kishin kryer krime të rënda dhe një numër krejt vogël të atyre që kishte vendosur drejtësia e Hagës përballë mund të themi prokurorëve dhe gjykatësve atje. Dihet qartë as se ka pas një numër të madh të personave pjesëtar të shërbimeve sekrete serbe dhe ushtrisë të cilët kanë kryer krime edhe më të rënda që në fakt askush asnjëherë nuk është dënuar për atë çështje. Duhet përmend vetëm një fakt që është shumë interesant që ka prekur rënd, mund të themi, këtë çështje, është rasti i një masakri shumë të rëndë në komunën e Kaçanikut, ku qytetarët ishin vendosur në një post uji, në një bunar, dhe më pas nga lart ju kishin hodhur bomba dore, ku dyshohet dhe besohet që në atë rast janë përfshirë rezultat të lartë shtetëror të asaj kohe të Serbisë. Mirë, Haradinaj, a punoi tribunali i Hagës për të cilë para drejtësisë kriminalet e luftës së Bosnjës dhe Kosovës? Gjatë tribunali i Hagës ka kryer disa detyra të veta, po si duket nuk ka qenë interesuar mu angazhu me tepër. Rastin ku Marinësi ka deklaruar, unë mendoj se gjykata përpos që ka marrë quhet në procedura juridike quhet nuk ka bërë shëshitjen e këtyre informacioneve. Por kjo megjithatë e sheh kjo nuk mund të zhduket si informacion sepse është dhënë aty. Haga kishte po dënuar dhe ka dënuar disa, mirë po ne kemi rastin më eklatant ku Shesheli për shembull liron dhe Shesheli asnjëherë nuk ju ka përgjigj atij tribunali. Dhe kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë mundësi të arrestimit të tij, sepse ata ku kanë dashur. E kanë arrestuar dhe Miloševićin sa ishte në funksion. Lemo Vojislav Šešelj. Sa i përket kësaj tjetrës është mirë që ngrit kjo, po ja që unë besoj që mediat, besoj që të dhenat faktike që janë
dhe tribunali ende ekziston, ende ka qarë, besoj se tash ka problem, derisa ta zgjedhë dhe prokurorin për shumë gjëra tjera. Po flasim për një dëshpërditi 2007, e cila asnjëherë pra nuk është marrë në ka lidhje, krimet e luftës nuk plakin asnjëherë. Andaj nuk është kjo, nuk ka lidhje që të qiten të paraqiten provat e mjaftueshme. Po ndoshta atëherë o bën një kompromis mes marrjes së Miloševićit dhe marrjes së tash të udhëheqësit që është tash në Serbi dhe ndoshta o bën ky kompromis të merret ai dhe të lihet ky. Po unë besoj që nëse dojnë prokurori e gjon material mund të vinis këtë procedurë kur ka qenë. Sigurisht se mundet edhe Sheshelit me arrestu kur do. Sa mund t'i besojmë Hagës? A ka punuar me standarde të dyfishta nga kjo që përshojmë duke marrë parasysh që atje ndodhen dhe i shkërerët e UÇK-s? Mos harrojmë se nuk janë këto dy Hagat njëjta. Nuk janë dy Hagat njëjta dhe nuk do t'i përzejmë këtu. Kjo është një Hag, kjo e Kosovës është një oazë e një grupi me dështak të gjykatëve që kanë dështu gjithmonë edhe në Kosovë. Dhe kjo është shumë e pavarur, qoftë edhe prej asaj Hage, sepse po jam kallëzoj pse është e pavarur. Për shembull, Interpoli kërkon vëllezërit Ibraj për krime lufte. Dhe thotë që nuk po ja u gjon vendin me arrestu ata. Ndërsa po kjo gjykata janë tani, që po është në Hag, kjo ka sjellë si dëshmitar Elezibrin dhe gjithë ata, ja u din edhe vendin dhe adresën dhe nuk ja u komunikon për shembull, ose bëhet sikur nuk e din Interpoli. Prandaj janë dy të pavarur të ndryshme. Ajo ka kur donë dhe sarë donë, sepse veprat e krimit nuk plakin ju e tini kriminal të luftës se të dytë motorë jënë të nuha në vitet 81-82, do të pejt 25. Do që asë njerë nuk plakin to dhe unë shpresoj që ngritja e kësaj çështje do të detyroj prokurorin e arshëm të tribunalit, flas gjithmonë të tribunalit të Hagës, që ta shqyrtoj ose të paktën ta shërshit këtë çështje dhe të dalim me një konkludim. Tash që kemi dhe fakte të tjera, tribunali ndoshta do t'i heq nga arkiva edhe dëshmit në këtë rast ish ushtarit Amerikan. Por çfarë do të ndodhë tutje, Elezi, sepse të përfshirë në Sarajevo Safari? E kemi dhe Aleksandar Vučić, që dikur ishte në atë kohë ishte ministër, ndërsa tani është president i shtetit serb. Për në dhëmë prezidentit të Radini, më mendoj që gjykata e Hagës, tribunali Hagës, mund të themi kishte një performancë të ulët. Dhe pajtohem atë që gjykata speciale e Kosovës në Selina Hag nuk ka lidhje me tribunalin e Hagës, si është mbajtja e këtyre të UÇK-s bëhet për arsye teknike dhe sigurie sipas gjykatës në Hagë dhe nuk ka lidhje kjo gjykatë e Kosovës, të themeluar nga Kuvendi i Kosovës. Sa i përket tribunalit, unë mendoj saktësisht se ka pas një performancë të ulët dhe nuk ka vendosur para përgjegjësisë, para ligjit të një numër të madh të konsiderueshëm të personave. Qëllimisht mora një rast të rënd në komunën e Kaçanikut, se raste të tilla ka të shumta, ku askush nuk është vendosur para drejtësisë, nuk është dënuar. Ky është një krem i jashtëzakonshëm, mund të themi, sepse të marrë sa duket kemi shkëputje me Elizën. Në post uji dhe më pas të vendos bomba nga lart, ka qenë vërtet një ngjarje shumë e rëndë. Si e sheh përfshirjen e Vučić në Sarajevo Safari? A mund të përfundoj Vučić si i dënuar, si i akuzuar për organizimin e këtyre tureve që shkonin nga vende ndryshme të Evropës, kryesisht qytetar të pasur dhe paguanin për të vrarë civil, për argëtim? Më saktësisht në pyetjen tuaj konkrete doja të vija. Padyshim që kjo nismë do të rezultojë me rezultate dhe unë jam i bindur dhe besoj fuqishëm që presidenti aktual i Serbisë do të vendosë për përgjegjësisë. Një gjykatë me kredibilitet që është gjykata e Milanos nuk do të bëjë lëshime. Unë vetëm e di që ka filluar procedura dhe të njëjtin e kanë listuar si të dyshuar dhe se kanë filluar hetimet për siguru provat. Një provë e cila është publike, një fotografi vetëm që është ndarë edhe në publik dhe është dhe ka prova të cilat unë besoj që së shpejti do të jenë në dispozicion të autoriteteve në Milano dhe se Vučić do të dalë para drejtësisë dhe se ndoshta, siç e tha zoti Haradinaj, veprat e rënda krimet. Sa duket kemi ndërprerje të zotëri Elezit, sa duket Elezi po ke duket telefonata të tjera që po ju pengojnë në këtë. Po dëgjojmë tani? Po mirje, po dëgjosh.
Po, si kështë nga duke thënë se në fakt patjetër se do të ketë një angazhim konkret dhe besoj që Vučić dhe persona të tjerë të cilët janë përfshirë në këtë rast do të dalin para drejtësisë. Mirë, të marim pak mendimin e zotëria Radinajt lidhur me këtë çështje, pra me Sarajevo Safari dhe Vučić, a do të dalë para drejtësisë? Unë mendoj që Safari tribunalit, që thaj, tribunali asherë nuk me dim që a ka të ullë performancën atë lartë, sepse tribunalit dhe landet cilat janë për tribunal, do thot nuk plakën kur. Mund të jenë të vënuara, mund të jenë të mos tati vullneti, çfarë ne nuk dojmë, po me gjithat tribunali Hagës ka dhoni vendim për ushtrinë e shqiptare të Kosovës, e ka shpallë të pafajshme, njëjtë që kur ka denu disa, jo në sasinë e duhur, por nëse i me thonë që për masakrat, për shembull, ne kemi masakra edhe ma të mëdha, se do të shkojmë të krahasojmë se Kosova fatkeqësisht ka pas shumë masakra. Ne kemi masakrën e Mejes, ku dihet protagonistët që janë djemë të Sloprashevicit, ne kemi masakrën e Lubeniqit, kemi masakrën në Poklek, dhe për këto as kërkush nuk o marë. Unë mendoj që tribunali nuk plaket të lanë dhe sa ma shumë të qërë materiale, unë besoj që tribunali do të nisë këto. Pra da jam optimist, që do të anisë edhe ato dhe nëse ka prova do të cilët edhe Vučići për para. Pra da e thash, në atë kohë nështë ka qenë një pazar të Miret Miloševići ko ka ma nalë. E tyne edhe nështë të lehet Vučići për një pjesë, por kjo nuk do të thotë që do t'i del vakti. Tribunali Hagës nuk mbyllet, është çështje do thotë gjithmonë aktiv, dhe unë mendoj që nëse qohen prova të mjaftueshme edhe tash, edhe kur do që qohen, unë mendoj që tribunali ka kredibilitetin e duhur për të pru drejtësi. Tani, sa do të shkon Vučići, a nuk do të shkon Vučići, për qefin e shqiptarëve shkon Vučići qysh sot. Po unë mendoj që Vučići ka qenë pjesë aty, dihet që ka qenë njeri dhe këshilltari numër 1 i Miloševićit, dihet që ka marrë pjesë, jo vetëm atje, po ai ka marrë pjesë edhe në për Kosovë, ai ka rrit deri në Koshare si gazetar. Prandaj unë mendoj që kjo çështje në momentin që mbledhen provat e duhura dhe nëse ne nuk heshtim së bashku me Evropën, do të cilën të gjithë para drejtësisë, sepse edhe herë po thëmë, krimit e luftës asnjëherë nuk flaket. Nuk e din se kemi Elezin tutje? Ende nuk e kemi. Kemi parë dhe gjatë ditës së djeshme një paralajmërim nga Haga për ish-krerët e UÇK-s, pra për epilogun e tij që nuk do të mirët vendimi gjatë këtij viti, por shtyr në fakt në vitin e ardhshëm. Po këta kom thonë vazhdimisht ju kujtohet. Unë me përvojë që kam edhe që pas edhe me atë tribunal, ju kom të regu që muj maj mundet më konë maj shpeti për një vendim, çfarë do ta marrin. Së që mund të shkon edhe fumi maj të Vesellit Qeshori, po muj maj do të më konë muj atëherë ku muj maj fillimi qeshorit, ose unë kom thonë prill, maj, sepse njerëz po kanë qenë jam afru pak, po procedurat shkojnë ashtu. Sepse mas përfundimit... Shkojnë procedurat ashtu? Apo me qëllim është duke u këklavitur? Mas gjithë të procedurat që pushojnë fjala e Abram e gjithëve, kanë drejt prej 2 deri 6 muaj me dhonë fjallën përvendimtare gjykata. Prandaj, të kollegët aty që mund të merë 2 deri 3, për muaj ka marrë për shembull 2 muaj ditë. Që për këta bëhet kishte, nuk ka që s'dit, po bëhet kishte po merë vendime të mëdha e të rëndësishme. Prandaj ka në dispozicion 6 muaj për asaj dite dhe varet prej tyre kur dojnë ata. Mirë, shohim pak se çfarë mendimi ka Elezi lidhur me asë çfarë ndodhi vendimin për ish-krerët e UÇK-s gjatë ditës së djeshme në Hagë. Në fakt, ne në vazhdimsi kemi rënë mendimin tonë se kjo gjykatë më spaku po don drejtësi. Më sa duket kemi probleme me... Së paku i shërben... Elezi po. Po të gjëmi po? Tani po. Po, dhe më së paku të të shërbeje, mund të themi statistikave në të ardhmen sa i përket çështjeve të drejtësisë. Ne besoj që përpos një dënimi të merituar për udhëheqjet e Ushtrisë Ligjore të Kosovës, të cilët tani madhe nga dëshmitë e përfaqësuesve të lartë shteteve të ndryshme, njerëz me kredibilitet të lartë, është konfirmuar që nuk ka pas bëj kjo me çështjet e krimeve për të cilat mund të themi pa akuzuar, por thjesht
ka qenë një lloj gjykimi i cili më shumë i ngjan një ndjekje politike se sa realisht një angazhim në zbatimin e drejtësisë. Unë besoj që, si shtatë zoti Haradinaj, diku deri në fund të muajit maj do të ketë një vendim dhe duhet të besoj se dënimi nuk do të ekzistojë dhe do të kemi, mund të themi, një gjykim të formës liruese për të gjithë pjesëtarët të cilët janë akuzuar padrejtësisht deri më tani në gjykatën e madhe. Pra edhe pse është shtyr edhe për 2 muaj para burgimit? Në fakt ishte e pritshme. Kemi të sinqertë, ishte e pritshme që të kemi një shtyrje për shkak të neglizhencës që e ka pas fillimisht të trupit gjykues në këtë çështje dhe për shkak të, mund të themi, të një lëndë mjaft të ngarkuar dhe një lëndë mjaft komplekse dhe në fakt ishte mundësia për të arsyetuar shtyrjen nga ana e gjykatës në rasti konkret. Mirë, Haradinaj, nëse veç kemi një akt akuzë, sepse dyshimet për pjesëmarrje të Vučićit në këto krime në Sarajev, tashmë janë ngritur, nëse kemi një akt akuzë për Vučićin, si mund të ndikoj? A mund të ndikoj në procesin e Hagës, atje ku janë duke u ballafaquar dhe i shkrerët e UÇK-s? Jo, kjo s'ka të bëjë asnjë lidhje me ata, por do të ndikoj çfarë mirë për demokratizimin e Serbisë dhe për, si thonë, me mbledh man dhe me pa që kush i ka udhëhequr me tash, ndërsa kjo s'ka asgjë të bëjë me këtë procedurë, sepse... A mund të jetë një dëshmi shtesë që i shkrerët e UÇK-s dhe ushtria shërimtare e Kosovës nuk kanë qenë të përfshirë në krime lufte ashtu siç pretendon kjo gjykatë dhe këto akta akuza? Jo, mos harroni se aty akuzohet ushtria serbe, ndërsa ne këta po dojnë me akuzu ushtrinë tonë, s'ka të bëjë kurrë, ajo me atë tjetrën. Por e vërtet është që këto akuzat që janë të narkune në krerët tonë janë akuza padrejtësisht dhe politike, ndërsa ato ku po flasim ato do të jenë akuza me dëshmi edhe eksakt, sepse në krerët e UÇK-s nuk përmendet kërkush shkon e ka vrarë aty. Aty po lypet një zinxhir vetëm komandues dhe të bëjnë një denim si zinxhir komandues. Prandaj unë mendoj se sa përket shtyrjes së paraburgimit, mos harroni, ka 2 muaj këto procedura që vijnë çdo herë ku të kryhet 2 muaj vazhdojnë për 2 muaj. Mundet me ndodhë kjo për shembull ndoshta 4 ditë para se me dhënë përfundimin lirues, nëse vjen data i kalon afati, këta shtin automatikisht për 2 muaj para burgimit. Kështu që kjo nuk është diçka që e rënon ose e leton ato përposa asaj që është siku e tepruar, sepse edhe një drejtësi e vonuar quhet padrejtësi. Në këtë kuptim është diçka tjetër, po vazhdimi i proceduar për 2 muaj është diçka rutine që bëhet çdo herë. Mirë, si do të ndikoj këtë proces, Elezi, nëse në anën tjetër do të kemi një proces hapur për Aleksandar Vučić, sepse a do të ndihmoj ndoshta në dëshmin që lufta UÇK-s ishte e pastër, duke parë se çfarë kanë bërë në anën tjetër serbët në Sarajevo, madje ka dyshime që diçka e tillë mund të ketë ndodhur vite më vonë edhe në Kosovë në 98-99. Në fakt jo, këto 2 ngjarje apo 2 çështje të ndara nuk kanë bëjnë njëra me tjetrën, vepra të rënda penale dhe më honë në cilat të trajtohen veçmas dhe se... Por a ka ardhur momenti që të gjykohet një ushtri që ka bërë krime, një shtet që ka bërë krime dhe jo një vend si Kosova që në fakt ka mbrojtur popullatën? Unë nuk e besoj që do të ketë mundësi që ky rast të trajtohet në formën se si ju po mendoni që të vendoset para një situate e gjithë ushtria e Serbisë, që në fakt është e saktë që ka kryer krime të rënda jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera, por që do të kemi ndoshta një veprim kundrejt presidentit të saj dhe ndoshta edhe ndonjë personi tjetër i cili mund të ketë qenë pjesë e organizimit të zafarit. Por në asnjë mënyrë nuk do të kemi një procedurë të hapur siç ka ndodhur me Tribunalin e Hagës kundrejt Serbisë dhe institucioneve të saj. Prandaj mund të them që ndoshta do të ketë efekt në kuptimin e drejtësisë dhe se do të krijohet një opinion që gjykatat ndërkombëtare së fundit do të mundohen që të sillin drejtësi edhe për një rast ndjeshëm, por në asnjë moment besoj që do të ketë një impakt që lidhet me vendimin e gjykatës, a mund të themi lidhet me vendimin për udhëheqësit të ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës, të cilët janë në fazën e fundit të shqyrtimit gjyqësor dhe se ne presim siç thash edhe më parë një gjykim lirues. Faleminderit shumë Elezi që ke qenë së bashku me ne.
në këto kushte ka që vështira, njëkohësisht në kushte të tilla patëm dhe Aradina, i falimderi shumë që edhe në momente të tilla jeni të gatshëm. Dhe ta vetëm shtoj diçka. Lutem. Si qëni, në taj gjykim Haga, bërë gjykim për Kosovën do tjetë fitore, për posë kësa emocionale do tjetë fitore, nëse Serbia dënohet për gjenocid, sidomos nëse dënohet për genocidin në Kosovë, sepse për Bosnjë në Republika Srpska është dënu, për do të dënu si ushtri që ka kryer genocid, atë do tjetë fitore edhe për Kosovën, do tjetë fitore edhe për vetë Serbinë, se në fundit e shihet që shlirohet dhe do të me kalu pa tjetër në tjetër anë. Po, do të ndryshoj mendësia e qytetarëve, do të ndryshoj mendësia e serbëve, do të ndryshoj mendësia e serbëve karshi shqiptarëve. Mendësia e serbëve nuk ndryshon që ata qysh thmi, qysh ndjep, që tojnë ata edukuar që t'jenë njerëz u kopus, njerëz që dojnë me pushtu, e sidomos me urrëtie ndaj Kosovës. Pikrisht këtë po them, a do të ketë ndryshim nëse Vučić largohet nga pushteti? Ndryshojnë politikat ndaj Serbia nga vetë shtetet nëse Serbia dënohet për genocidin. Ashtu sikur janë marrë masa ndaj Gjermanisë. Sepse nëse një shtet dënohet si shtet genocidian, unë mendoj që nuk ka dënim më të madh, sepse bota dhe Evropa ka tjetër qasje ndaj atij shteti. Mirë po, ai është dënuar një herë për genocid në Bosnë dhe o dënu Radovan Karadzic për genocid, e Mladiqin e Republika Srpska, kupton, vetëm pjesërisht. Se nuk o dënu si shtet, do t'ishte dënu Miloševiqi, pa ai ku pa këto, ai ka myt vetë, nuk i ka marrë barnat dhe ka bu vetvrasje. I bjen një farblyrë vetvrasje, dhe ai ka vdek duke mos marrë barnat. Prandaj atëherë do t'ishte dënu Serbia. Dhe mund të dënohet tani me Vučićin, nëse dënohet edhe për genocid. Sepse edhe është genocid ajo organizimi asaj gjyëtie mbi njerëz, sepse është vetëm për të shtuar rrocën. Besoj që do të jenë grupin e gjenocid. Do të mendoni ju që këtu duhet të dënohen përtej serbëve dhe përtej figurave të shtetit serb, edhe ata që kanë marrë pjesë në organizim, edhe sigurisht gjithsesi dhe ata që kanë ata janë që mundën të dënu për genocid, përpos krymit veprës mundën me dënu për genocid, se nuk ka tjetër përpos një shfrenimi njerëzor, që ajo sot atë njerëzor, por safshor, aty do të me dalë që ka qëllim, kjo mund tjetë edhe veprat e genocidiane. Nga vetë organizatorët që kanë bu. Nësa krysin ata të dënohen për veprën që kanë krysë. Nëse ngritet kjo, uroj të ngritet. Shpresojmë nga që është bërë temë diskutimi gjithandej në vende ndryshme të botës, andaj shpresojmë që dalin para drejtësisë, dalje vërteta se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre viteve në Sarajevo. Urojmë tjetë ashtu dhe me shpresë që do të vazhdojnë. Faleminderit shumë Aradina që ke qenë së bashku me ne gjatë këtyre momenteve, të përshëndes, rrugë të mbarë, gjithashtu. Faleminderit jurit nëra, faleminderit shumë. Miqdashur, tani në shkuat kalon pjesën tjetër të studios, atje na pret kolegu Jone Nisreqica dhe edicioni më i ri i lajmeve.